Përshëndetje Kosovë, ky është epizodi më i ri i emisionit W Kosova këtu në Radio Kriteria. Unë jam Arber Avdyli, edhe sot do të jemi së bashku me emisionin W Kosova. Po pra W Kosova, ku për çdo pyetje që ka Kosova e jonë e dashur, ne mundohemi të japim një përgjigje. Jemi në ditën e dytë të Ramazanit, muaji që vjen çdo vit, por asnjëherë nuk është i njëjtë. Disa e presin me mall, disa me sfidë, disa me heshte të brendshme. Është muaji kur ndalemi nga ushqimi dhe pijet, por ndoshta për herë të parë gjatë vitit përpiqemi të ndalemi edhe nga vetja jonë. Ramazani nuk është vetëm uri dhe etje, është një thirrje për reflektim, për pastrim, për rikthim. Sot në W Kosova nuk do të flasim vetëm për agjerimin si obligim, por për kuptimin dhe vlerën e tij në jetën tonë. Çfarë ndryshon realisht brenda nesh kur fillon ky muaj i bekuar, sepse pyetja nuk është vetëm apo agjerojmë, por apo ndryshojmë. Sot në studio kam kënaqësinë ta kem imamin e nderuar Hoxh Sead Kelmendin, imam në xhaminë e re në Fush Kosovë, një zë i njohur për angazhimin e tij në çështje fetare dhe shoqërore, i cili me çastin e tij të qartë dhe të afërt me besimtarët ka kontribuar në edukimin dhe vetëdijsimin shpirtëror në komunitetin ton. Hoxh Sead, selam aleikum, mirë se ke ardhur në emisionin W Kosova. Wa aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se u gjejmë vllai nderuar Arber, Zoti shpëlej pandej shumë për ftesën, është kënaqësi të jem pjesë e emisionit tuaj. Faleminderit tani që keni pranuar ftesën tonë. Hoxh, për të nisur fillimisht me pyetjen e parë, çfarë bën Ramazanin kaq të veçantë në krahasim me muajt e tjerë? Bismillahirrahmanirrahim. Fillimisht e falenderojmë Allahun xhallashanu, i cili na ka bërë pjesëtarë të fesë islame, dhe pastaj jemi pasues të pejgamberit më të mirë, pejgamberit fundit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu xhallashanu e ka dalluar muajin e bekuar të Ramazanit prej muajve të tjerë me disa veçori. Është mbreti i gjitha muajve, duke qenë se përfshin dhe kërthen në vete disa veçori të cilat nuk i kanë muajt e tjerë të vitit. Allahu e zgjodhi që relevatën e tij hyjnore, shpalljen e tij hyjnore të fundit ta përzgjedh dhe ta dërgoj pikërisht në muajin e bekuar të Ramazanit. Është muaji në të cilin besimtarët e fituan betejën e parë në Ramazan, betejë e Bedrit. Në Ramazan Allahu xhaleshanuhu bën një ndryshim rrënjësor edhe në kozmos, në gjësi, në tokë e në qiell, duke qenë se në të hapën dyert e xhenetit, mbyllën dyert e zjarrit të xhenemit, prangosen djajt e mallkuar, dhe është muaji i solidaritetit, është muaji i afërsisë me njëri tjetrit, muaji i durimit, muaji i faljes, muaji i mëshirës. Këto janë disa nga cilësitë cilat e dallojnë Ramazanin prej muajve të tjerë të vitit. Mirë, çfarë nënkupton konkretisht agjerimi i gjuhës në jetën e përditshme, pasi kjo në Ramazan ka shumë rëndësi? Padyshim, një prej objektivave të muajit të bekuar të Ramazanit është që ne të kalojmë prej veseve në virtyte të larta morale, dhe prej virtyteve të larta morale është edhe ruajtja e gjuhës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar në hadithin e tij duke thënë: "Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'atash." Thot e sa pej agjeruesve nuk përfitojnë nga agjerimi i tij përveç se urinë dhe etjen. Që me kuptu se ata cilët thot nuk largohen men lam yada qawl az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharaba. Ka thonë, ai njeri i cili nuk largohet nga fjalët e kota dhe punët me to, Allahu nuk është i nevojshëm që ai ta lën ngrënien dhe pirin. Pra, këto argumente na japin me kuptu që qëllimi i Ramazanit është ruajtja e gjuhës, mbajtja në kontroll, të kursemi nga fjalët e liga, nga shprehjet cilat e lëndojnë të tjerët, dhe të flasim fjalë të mira. Hoxh, çush mundet me pastru njeriu zemrën nga mlefi dhe negativiteti gjatë Ramazanit? Muaji Ramazan, sikur që e dim, është muaji i ndryshimit. Allahu i lartësuar e ka bërë një muaj ditë rresht obligim që ne është një lloj trajnimi që të vlerësojmë veten tonë dhe sikur që përmendet ju, të ndryshojmë për smir dhe të kalojmë
të kalojmë tek vlerat e larta morale, e pe këtyre është edhe ato që përmendet, që të ndryshojmë për të mirë dhe të jemi gjithmonë faktor produktiv në shoqërinë ku jetojmë. Sigurisht i përmendet disa faktorë që vlen të shfrytëzojmë këtë muaj të Ramazanit, siç është prangosja e djajve të mëdhenj. Pse rrezikojmë hoq ta reduktojmë Ramazanin vetëm në ushqim dhe iftar? Duhet shkuar ndoshta për te këtyre. Padyshim, Ramazani prej qëllimeve të tij është të kalojmë përtej etjes dhe urisë, pra të kalojmë, sikur që tham, tek vlerat e larta. E padyshim pe vlerave të larta është Allahu na ka mundsu, na ka larguar një armik të përbetuar, që është shejtani i mallkuar, që e cyt dhe shty njeriu gjithmonë drejt veseve të këqija, drejt pasioneve dhe drejt epsheve. Dhe Allahu na ka larguar prej terrenit këtë armik të përbetuar që ne ta kemi më të lehtë do të praktikimin e veprave të mira dhe duhet ta shfrytëzojmë maksimalisht. Hoxha, pranohet plotësisht agjërimi në këtë muaj të madhëreshëm nëse sjellja jo nuk ndryshon, pasi ka shumë njerëz që vazhdojnë me sjellje të njëjta. E përmendëm që qëllimi nuk është vetëm të qëndrojmë pa ngrënë dhe pa pirë. Qëllimi i Ramazanit është të na ndryshojë neve për së miri. Vetëm atëherë kemi efektivitetin. Përndryshe nëse nuk largohemi nga veset e liga, nuk përfitojmë për agjërimit tonë përveç se urisë dhe etjes që përmendëm. Ky muaj është muaji i ndryshimit. Andaj edhe sociologët, edhe psikologët përmendin kur flasin për ndryshimet e vetive të njeriut, përmendin se duhet të jetë një kohë 30 ditore apo një mujore që njeriu të kaloj pej veseve në virtyt. E prandaj Allahu ka bërë këtë muaj ashtu të përshtatshëm në mënyrë që të arrihen këto vlera. Hoxhë, sigurisht gjatë përvojës tuaj si imam keni para raste të tilla, edhe mua më ka ndodhur të bisedoj me shumë miqtë mi. Pse shumë njerëz ndihen shumë më të qetë gjatë Ramazanit? Padyshim, ajo që ndodh qetësia që është në Ramazan është se Allahu i lartësuar, sikur që përmendëm, e ka përgatit terrenin në këtë muaj që ai i cili lakmon të mirën i është dhënë mundësia për ta kryer atë. Prandaj hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam qëndron wa yunadi munadin ya baghi al-khairi aqbil wa ya baghi ash-sharri aqsir. Thot në çdo natë të muajit të bekuar të Ramazanit thret një thirrës. Dhe sipas komentatorëve është për qëllim një thirrës nga melekët, të cilët thot: "O ti i cili synon të mirën, të është lehtësuar rruga, terreni për ta kryer të mirën, andaj vazhdo me kryerjen e të mirës, dhe o ti i cili dëshiron të frenohesh prej të keqes, frenohu pasi të është vështirësuar terreni për ta kryer atë." Dhe këtu qëndron edhe sekreti dhe urtësia, sepse është kjo qetësi shpirtërore në muajin e bekuar të Ramazanit. Sigurisht Ramazani ndikon edhe në mënyrën si mendojmë dhe veprojmë çdo ditë të këtij muaji të bekuar. Po, ashtu është. Sigurisht që tham, Ramazani na mëson vetë kontrollin. Edhe na mëson që edhe mendimet e këqija t'i largojmë, në të njëjtën kohë na mëson që ta kemi në kontroll edhe veprimet tona trupore, sikur që të ruhemi nga fjalët e liga, të ruhemi nga ofendimi i tjetrit. Mandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmend këtë duke thënë, thotë agjëruesi, thotë e ka fillon ditën e tij duke thëtë nëse nga dikush provokohet apo ofendohet, ai arrin ta menaxhoj veten e tij dhe thëtë unë jem agjërushëm. Që na jep me kuptu që Ramazani na mëson edhe vetë kontrollin, edhe vetë përmbajtjen, edhe në situata të pakëndshme. Hoxha, siç thamë në fillim, është dita e dytë e Ramazanit, ju jeni imam në xhaminë e ri në Fushë Kosovë, ku ka shumë xhamat, pasi Fushë Kosova është shumë e populluar. Si kanë shkuar përgatitjet të dy ditët e para me taravime, gjitha aktivitetet në xhamin tuaj? Elhamdulillah, në xhamin ton, sikurse edhe herave të tjera, në Ramazan është një atmosferë krejt tjetër. Elhamdulillah, ka gjallëri gjithsesi, do të ishe njerëzit, frekuentimi i xhamijave është në një masë shumë të madhe, numri i madh i xhamatit,
të cilët edhe neve si imam na jep ndjesin që ta shtojmë aktivitetin edhe përkushtimin më shumë se sa gjatë muajve tjerë të vitit. Shën një vllazëri njëri me tjetrin, unitet, do raporte të afërta me njëri tjetrin që vërtet atmosfera në Ramazan lirish mund të themi është një atmosferë xheneti. Po. Hoxh, a mundemi me konsideru Ramazanin si një rifillim apo si një rinicje shpirtërore, sepse ka nga ata njerëz që thonë se sot më shumë nga njerë do shta po shpenzojmë për iftar se sa që po reflektojmë. Si eshin e ju këtë aspekt? Ramazani është një mundësi e mirë për ndryshim. Dhe nëse nuk ndryshojmë në Ramazan, atëherë kur mendojmë të ndryshojmë gjatë vitit. Sikur që e tham, Allahu çdo hap në çdo kënd që shet të këtij muaji të bekuar të Ramazanit e ka bërë të bereqetshëm. Prandaj i dërguari i Zotit edhe kur i përgëzonte shokët e tij me ardhen e këtij muaji e përmendte thoshte është muaji i bereqetit, muaji i begatisë. Bereqeti nuk kupton vetëm diçka abstrakte, por është ajo diçka konkrete ku bereqeti nëse zbret në ushqim e rrit ushqimin, nëse zbret në dituri në jep dituris atë begatinë e vet, nëse zbret në vllazëllak e afron të afërm me njëri tjetrin dhe krejt kjo është mundësi që na të ndryshojmë për smir. Hoxh, çfarë gabimesh bëjnë njerëzit zakonisht në ditët e para të Ramazanit që na pengojnë ndërsa të përfitojmë plotësisht nga mirësitë që sjell ky muaj i bekuar? Prej gabimeve që mund bëjnë njerëzit në fillim të Ramazanit. Ndoshta pa dashje, pa ditur. Po, pa dashje. Inshallah kur është puna të ushqimi, nëse dikush ndodh me ngrënë diçka pa dashje, pa dije, ajo do duhet që ta vazhdon ushqimin e tij pasi është një sikur që qëndron hadith, Allahu ka dashur me ushqy ata xherus dhe nuk ka nevojë që ai ta prish agjerimin e tij, ndërsa pej gjonave që do duhet ta kontrolloj shumë veten e tij agjeruesi është ta agjeroj pos barkut, stomakut të tij, ta agjerojnë edhe gjymtyrët e tjera trupit, ta agjeroj syri, të mos shikoj diçka që është ndaluar, veshit mos dëgjoj diçka që Zoti ka ndaluar, këmbët mos shkoj dikun e kështu me radhë. Ky është agjerimi i kërkuar. Agjerimi perfekt nëse mund të themi. Qysh me fillu që nga dita e dytë që jemi ta ndërtojmë, nëse mund të them kështu, Ramazanin brenda vetes, jo vetëm në sofër, por edhe me aktivitete tjera, me lexim ndoshta me. Gjitha cilësitë e mira të cilat janë që e veçojnë muajin Ramazan pe muajve të tjerë, do duhet të bëhen pjesë të parëve tona të jetës tonë përditshme. Do duhet ta formsojnë personalitetin ton, ta brimosin cilësitë e mira, sikur që tham, që është falja, që është mëshira, që është solidariteti me tjerët. Dhe këto janë ato të cilat duhet të rrënjosen thellë që duhet t'i marrim ne nga muaji i bekuar i Ramazanit. Po. Hoxh, tash ne po jetojmë në epokën e teknologjisë së madhe. Qysh muj me rujt thelbin e Ramazanit në kohën e këtyre rrjeteve sociale dhe të teknologjisë, pasi është bërë pjesë e jetës sonë, nëse mund të them ashtu. Teknologjia në vete është një mirësi, begati, e cila nëse shfrytëzohet për mirë, gjithsesi se ka dobi. Tash si pjesë e teknologjisë është edhe ky rast, ky emision i juaj që sot na kemi mundësinë të afrohemi tek dëgjuesit përmes valëve të radios tuaj. Por ajo që kisha me dhonë si sugjerim është të mos na kaloj koha në rrjete sociale. Koha në Ramazan është e çmueshme. Çdo orë, çdo minutë, madje çdo sekond në këtë Ramazan është i vlefshëm. Të mos bëhemi gafil dhe neglizhent që të krijohet një lloj varësie që neve të jemi vazhdimisht metodët të na largon prej ibadetit. Do duhet që ta kontrollojmë dhe ta menaxhojmë kohën tonë në Ramazan. Koha që është shumë e vlefshme. Hoxh, si e shpjegon faktin që në Ramazan edhe njerëzit ndryshojnë shumë të gjitha moshave? Unë kam parë edhe në xhamin tuaj pleq, të rinj, fëmijë, janë të buzëqeshur, janë më të angazhuar. Çka shpjegon kjo?
Kjo sigur që e tham, ajo që ndikon me kon kjo atmosferë kaq e mirë është pikërisht rahmeti që Zoti zbret në këtë muaj. Allahu bën që njerëzit të afrohen, të duhen mes vete, madje nëse e shohim një prej kuptimeve pse Allahu e ka bërë obligim agjerimin, është që përderisa ne jemi në gjendje të uritur, ja kuptojmë gjendjen edhe atij të varfrit i cili, po e them kështu hipotetikisht, e ka Ramazan gjatë tërë vitit. Dhe kur arrim me kuptu urinë e tij, ne arrim të solidarizohemi, të jemi më të dëmshur me ta, të jemi më dhe pikërisht këto janë pe ursive që Allahu i ka kriju në muajin e bekuar të Ramazanit, dhe sikur që tham edhe ambienti Allahu e ka bërë të përshtatshëm që i shet gjithë njerëzit janë agjerojnë, njerëzit janë të afërt, njerëzit falen dhe kjo e lehtëson pastaj që ne ta praktikojmë lëshëm muajin e bekuar të Ramazanit. E thash pak më parë se Fushkosova shumë e mbipopulluar në këto vitet e fundit. A e plotson krit kushtet xhamia juaj për këtë muaj? Është edhe mbipopulluar edhe xhamia falën në taravit ato. Ka desh Sigurisht edhe një staf që të ndihmon. Padyshim, ka desh Allahu, nëse shohim ata cilët e kanë njohur Fushkosovën para periudhës së luftës edhe tash pas luftës, ndryshim i madh edhe për nga ndërtimi, por mbi gjitha ka desh Allahu tani më frymojmë lëshëm në vendin ton, derisa para luftës kena pas cenim drejtave themelore, madje edhe drejtave fetare, ku në xhamia në Fushkosovë ka qenë pothuajse vetëm një, ajo në fshatin Lismir. E tash xhamiat janë elhamdulillah plot, por nëse themi realisht nuk e plotësojnë, ka ende nevojë. Ka ende nevojë. Hiç më larg djen në namazin e teravive, xhamia ishte mbushur plot me namazdi dhe u detyruam të kërkojmë që të ngushtohen sa më tepër që të bëjmë vend edhe për gjithë. Kjo është një sjarje që mirë. Është vërtet sepse edhe është bashkuar thuajse me Prishtinën, ka shumë banor dhe ndoshta të pakta janë xhamit. Alhamdulillah është pej qendrave që mund të them tash në Fushkosova është një metropol, nëse mund ta quaj, dhe ku elhamdulillah pej gjitha viseve tona shqiptare kemi mund t'i takosh këtu. Po. Hoxhë, Islami, por edhe Ramazani e kërkon thjeshtësinë. Në këto vitet e fundit, a mendon se Ramazani ka humbur thjeshtësinë e tij për shkak të lukseve dhe të tepërta, ndoshta edhe organizimeve të mëdha? Harrohen ndoshta pak ato kategoritë më të lënanësh, më të varfrit, nuk i fton thuajse askush në iftar, talebet nganjëherë harrohen. Shumë është kjo pyetje me vend. Vërtet do duhet ta dim që Ramazani nuk kërkon që ne të bëjmë lukse të teprura, as më pak në ushqim. Madje i dërguari i Zotit sa na përmend se ai i cili ushqen agjerusin, qoftë edhe me një gllëng, me qumsht, me hurme, ai e ka fituar shpërblimin e asaj që ka ftuar një tjetrin në iftar. Pra nuk kërkohet që të bëjmë shpenzime të tepërta, edhe në anën tjetër edhe në iftar kur ftohen, do duhet qëllimi është që në sofrat e iftarit të jenë edhe të varfrit, jo vetëm kategoritë e njerëzve me autoritet, VIP kur që po quhen, por qëllimi është që pra edhe ata cilët në sofrat e tyre nuk kanë çka me ngranë, qëllimi është që ne ti ushqejmë ata me ushqimet që Zoti na ka dhënë për mirësive të tij. Në xhamin ku ju jeni imam hoxha, organizohet ndonjë iftar, në të kaluarën, si vjeta do të ketë organizime të tilla? Elhamdulillah, në xhamin ton tani më është bërë tradicionalisht iftari i përbashkët, cilën e kemi edhe me xhamin qendrore, kemi një koordinim të mirë edhe me imamin e xhamisë qendrore dhe namazdin cilët janë prezent dhe edhe atë kategorinë e të varfërve, mundohemi që në Ramazan t'i bashkojmë dhe të jetë një kujtim i mirë që mbetet. Shumë mirë. Hoxhë, çfarë vepra konkrete mund të bëjmë të gjithë që të jetojmë Ramazanin me më shumë vedije? Disa vepra që ndoshta vlen t'i përmendim. Prej veprave konkrete që kisha me përmend edhe do të mbetet edhe si mesazh që ky Ramazan duhet të na formojë neve si njerëz, është toleranca dhe falja ndaj njëri tjetrit.
Nëse mund ta përmend këtu një rast një dietarit, cilin tani më emri i tij nuk më kujtohet, por po tregoj rastin ku ai kishte pas zakon nga natyra e tij i falte njerëzit. Dhe duhet ta dim që varësisht si trajtojmë neve njerëzit, ashtu na trajton neve Zoti i Madhreshëm. Ky dietar, njerëzit që gabonin në raport me të, kur vinin t'i kërkonin falje dhe do të kërkonin halallëk prej tij, e kishte një shprehje interesante, thoshte el madhi la yudhkar. E kalura nuk përmendet. Dhe çdo kush që kishte hyrë në hak, jo kishte dhënë këtë përgjigje. Dhe sikurse gjithë njerëzit, edhe atij një ditë i erdha fati i fundit, momenti i vdekjes dhe kaloi në ahiret. Një prej nxënësve të tij tregon, thot, mu dëftua në onër mësuesi im dhe e pyeta ato, thot, çka bani Zoti me ty? Thot, Allahu më tha, el madhi la yudhkar. E kalura nuk përmendet. Pra jep me kuptu që përderisa i ka falë të tjerët, ashtu e ka falë edhe Allahu atë. Kjo është ajo që na do duhet ta marrim si pej do të virtyte më të larta që mund ta fitojmë, pra solidariteti, falja me tjerët dhe në anën tjetër të jemi do të musliman, sigur që jemi në Ramazan, të jemi të reflektojmë edhe gjatë muajve të tjerë të vitit. Një këshill shumë i mirë që ndoshta mund ta përdorin edhe në popullin tonë, pasi fatkeqësisht ka ndonjë raste kur edhe nuk flasin ndërmjet vete. Hoqë sigurisht se ky muaj përveç se është një kënaqësi, është edhe pak i lodhur ndoshta. Si ta ruajmë energjinë dhe fokusin shpirtëror deri në fund të muajit pa u lodhur ose pa u demoralizuar, sepse kërkon një lloj energjie, shtesë. Padyshim. Është e përmendur atje edhe atletët, edhe sportistët kur bojnë atë garën tyre, zakonisht qëllimi është që në fund është gara bëhet më e nxehtë, gara bëhet më interesante, se atëherë edhe ndahen shpërblimet. Edhe Ramazani është një lloj gare, në cilën fillim kërkohet fokusohemi pak. Nëse shohim edhe intensitetin e adhurimit të pejgamberit tonë të fundit, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, përmendet gjatë tër vitit ka qenë adhuruesi i Zotit. Pastaj në Ramazan e ka shtu dozën e adhurimit më shumë, ndërsa në fundin e tij e ka shtu adhurimin më shumë, sikur që përmendet, thot, e shtrëngonte rrypin e tij. Është një shprehje figurative që e ka për qëllim, do të sikur ne kur themi kur dëm të përvishemi një punës, i përbjelim mëngët, e punojna me zel, pastaj thot, e zgjënte familjen e tij edhe e ngjallte natën e tij me namaz. Jep me kuptu, do duhet të ecim ngadal duke punu çdo ditë ka pak. Veprat më dashura tek Allahu janë ato cilat janë të pakta, por janë të vazhdueshme. E qëllimi është që në fundin e Ramazanit, në 10 ditën e fundit, ta shtojmë intensitetin më të madh, për shkak se aty edhe fshihet ajo shpërblimi kryesor që është nata e madhe e Kadrit. Elusim Allahun të takojmë atë dhe të jemi të përkushtuar me ibadet dhe adhurim gjatë asaj nate. Hoxhën për çdo xhami që e përcjellim, shohim shumë të rinë. Normalisht ka dhe të moshuar që kemi shumë respekt për ta. Ju si imam që jeni, si e ndini veten kur shihni shumë rini edhe në xhamin tënd? Sepse ajo është ardhmja e këtij vendi. Elhamdulillah, ajo që nëse mund ta quaj zemra e popullit është rinia. Pejgamberi i Zotit në një hadith përmend, thot, inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al-jasadu kullu wa idha fasadat fasada al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Thot, vërtet është një cop mishi në trupin e njeriut. Nëse ajo thot është në rregull, atëherë tër trupi është në rregull, ndërsa nëse ajo lëngon edhe nuk është në rregull, atëherë tër trupi do të dobësohet. Ajo thot është zemra. E unë mendoj se zemra e këtij populli është rinia. Nëse kemi një rini të shëndosh me vlerat larta morale, mendoj që edhe ardhmja e këtij populli do të jetë shëndosh dhe do të jetë mirë. Dhe është për të përgëzuar që jo vetëm në xhamiat tona, por edhe në xhamitë e tjera, frekuentimi më i madh i xhamatit tonë është pothuajse pjesa dërmuese janë të ri. Dhe kjo tregon se krahas aktiviteteve të tyre që janë të suksesshëm
në shkollat e tyre, në profesionet e tyre, krahas tyre e kanë edhe xhamin dhe përkushtimin ndaj fesë dhe këtu është ardhmëria inshallah është e sigurt. Kjo është për të lavdëruar dhe për Mirë, hoqë kemi arritur në fund të emisionit, kam kohë edhe për një pyetje të fundit. Çfarë mesazhe do të jepnit atyre që ndihen të lodhur ose të pavendosur në fillim të këtij muaji që nuk bën të alçojnë asesi pasi ka shumë mirësi që mund t'i përfitojnë? Ajo që tham është sikur që tham është frytëzimi i rasteve dhe mundësive. Hasan al-Basriu ka qenë njëri prej dietarëve dhe sigur ka dashur më jep një mësim atyre gjallëve, duke qenë se ka marrë pjesë në një varrim, e pyet ata thotë çka mendoni ky vdekuri tash që ka ndru jetë, çka kish me bë nëse kish me qenë gjallë? Thotë do të falej, do të agjeronte, do të bënte punë të mira, po thotë me qenë se ai tash nuk i ka mundsinë, ju e keni mundsinë. Dhe duhet ta shfrytëzojmë. Pra Ramazani, ato që duhet të them është se ai i cili ka arrit Ramazanin, vërtet e ka arrit një begati. Allahu ja ka dashur mirën atij që ja ka mundsuar me arrit Ramazanin dhe tash mirësia më e madhe është me shfrytëzu ato. Dhe sikur që përmend i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam, agjerimi do të jetë nesër edhe do të jetë ndërmjetësues për neve. Kur gjithë na braktisin, shokët, familja, njerëzit e afërt, Ramazani do të jetë ai i cili thotë: o Zot, ky njeri ka lënë ngranjen, e ka rënë pijen, e ka lënë marrëdhëniet intime me bashkëshorten e vet për hatër tëndin. O Zot, në këto momente kur ky ka mbet pa krah, pa fuqi, më mundëso që ta ndihmoj dhe ta shpëtoj atë, dhe kjo është fituria më e madhe që arrin njeriu gjatë jetës. Hoxh Saad Kelmendi, Allahu ju shpërbleft, ju falenderoj sinqerisht për praninë tuaj në W Kosova. Faleminderit shumë për mendimet, këshillat dhe mesazhet e vlefshme që ndat me dëgjuesit tanë në këto ditë të para të Ramazanit. Varbër, ishte kënaqësi të jemi pjesë e misionit tuaj. Unë ju uroj gjithëve muajin e bekuar të Ramazanit, me shpresën që me qenë se ky është, sikur që tham, është muaji i ndryshimit, në të ndryshon toka dhe qielli, ndryshimi më i madh është me kërku që ndryshon edhe njeriu. E inshallah Ramazani na ndryshon karakterin ton, personalitetin ton për të mira dhe dalim ditën e Bajramit të falur, ashtu sikur që ka në hadith, Allahu i thot me lajkeve pasi të shpërndahen njerëzit pe xhamive dhe të thehen në shtëpiat e tyre, kthehuni se jeni të falur prej meje. Inshallah arrim amnestin dhe faljen hyjnore. Edhe një herë faleminderit shumë për rastin dhe për mundësinë. Zoti ju shpëlbeft. Faleminderit edhe juve hoxhë. Ky është e fundit të nderuar dëgjues, ne shihemi të hënën